Mirë mbrëma, përshëndetje, mirë se edhe të dashurit tonë, mirë se po takohemi. Është kënaqësi të jemi së bashku këtu tek Bashkia Adventiste e Kosovë, nder dhe privilegj, Mbretëria e Perëndisë është afër, pra na ka mbetur vetëm edhe pak ditë. Lajmi i mirë Gjakovës, ejtë pranë të shtunën 20, 21, 22 qershor. Mbretëria e Perëndisë është afër. Pra kjo është ftesa, mesazhi aktual nga Jezusi, a jemi gati, si të përgatitemi, si kemi edhe gjithashtu prezentimin dhe degustimin, që është pak më interesante dhe jashtëzakonshme, e produkteve tona vegetariane vegane, 100% vegane. Pra në parkun e qytetit, sheshi Skënderbeu, 20, 21, 22 qershor, ajte pranë të shtune, nga Soja Food Advent, Adra, Libër Dhurat, janë këto të gjitha projektit tona. Son të vllau Arjan Faruku nga Durrësi, saktësisht nga Roma, nuk ishte mundësi sepse sikur me siguri edhe sikur se shumë të tjerë donte të ndeshte atë ndeshjen Forca Shqipëri-Itali, pra ndeshjen futbollistike, dëshirojmë sukses pra futbollistëve tonë dhe dëshirojmë gjithë të mirat. Forca Shqipëri. Pra tani u afruan ditë dhe pak ditë kanë mbetete fillimi i këtij eventi të paralajmëruar, pra në parkun e qytetit të Gjakovës, ku mbram ishte një manifestim i mrekullueshëm, them të drejten, një organizim fantastik, shumë kështu nivel dhe profesional, natyrisht, dhe orkestra, Simfonia e Gjakovës dhe shumë anëtar të tjerë të Simfonisë së Prishtinës, të Kosovës saktësisht, dhe himni i kombëtar i yni nga komuna e Gjakovës, edhe ne e falenderojmë shumë komunën e Gjakovës dhe veçanërisht kryetarin me cilin edhe pak u takum, nuk e bëm një selfie, mujtëm ta e bënim, por bisedum për gjëra tjera. Pra një program i shkëlqyeshëm dhe i mrekullueshëm, dhe mund të themi që ne jemi shumë të thjeshtë dhe modest, dhe por kemi fillu përgatitjen dhe ja pra Mbretëria e Perëndisë është afër nga Bashkia Adventiste, kemi shtyp këto ditë këto bluzët, që do i kemi atje kablon, kemi përgatit të re, që ta kemi rrymen dhe kështo begji, janë shumë të thjeshta dhe modeste, unë e vetëm deshta që pastaj projektin tjetër, Libër Dhurat, vjetur dhërime, që do e falim gratis, si edhe librin parën tjetër, që është libër një bestsellerat, sidomos Konflikti i Madh, i botuar, ribotuar për tretën herë, botimi i tretë në gjuhën shqipe, por në gjuhën anglisht ka edhe më se 90 gati 100 botime dhe ribotime. Pastaj kemi përgatitur këtu edhe banerat, rollerat, kështu të bukur, do i shpalosim për edhe ndoj ditë aty dhe ftesat, natyrisht, që janë gati veç tani një kohë. Musafirët ndihmë për ungjillizim, i kemi vullnetar nga Shkupi dhe Franca, disa nga ata që do të vinë, si dhe projekti tjetër që është projekt i bashkisë tonë Kosovë, Vegeline Kosova, Soja Food Advent, 100% vegan, 15 produktet me free laktozë, janë bukur markete, këtu është lista e marketeve, qumshti, tofu, djathi, free laktozë, free gluten, prodhim vendor, tofu 100% vegan, që do i shijojmë. Pastaj, me lejoni një sekret të vogël, do kemi edhe një program të vogël të shkurt me fëmijët që mbledhen aty. Them të drejten, dikur kemi pas edhe na, janë këta janë fëmijët bashkisë tonë, tani janë rrit, disa janë edhe student, disa janë shkollë të mesme, por dikur e kishim këtë program i cili thot kështu: Kur orën do të na jep Jezusi Zoti jon,
Jezusi Zoti jon, sepse ne na don, me të bardha do të na vesh, neve Zoti jon, sepse ne na don. Harfa tarta ne, të gjithë do t'i kem, gjithë shpëtuarit, atëherë do të këndojnë lavdi Zotit ton. Kjo është një këngë e bukur, e cila saktësisht përgjigjet me këtë moment, me këtë ngjarje madhështore e fillimit të jetës së re, kur Mesia ju një vajosur, vetë Zoti Jezus, krijuesi i qiellit e tokës e universit, kurbani i therrur, pra do na përshëndet dhe na jep kurorat, fustonat e bardh, mbreti i mbretërisë qiellore e cila tash është afër. E falenderojmë, e adhurojmë, pra ky është programi këtu në fund, nuk e di, jam une apo Shina pak apo vetëm Selueta, po shihet, kështu që para se të gjitha shkërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, thot Bibla. Të gjitha këto do t'ju shtohen. Zakonisht njerëz kur luten thonë Zot më jep lutna këtë bëm, më jep këtë për bashortin, për fëmijët, për motrën, vllaun, më jep shëndet, më jep punë, më jep begati, më jep pasuri, më jep ato, këto listat janë gjata, ndoshta nganjëherë kështu edhe fundin e kanë shumë larg. Por, ja se që thot Biblia, kërkoni pasi të gjitha është mbretërinë e Perëndisë. E din Zoti, mos kërkoni se çfarë do të hani, çfarë do të pini, çfarë do të vesheni, sepse Zoti di të gjitha ato. E din, shiheni, thot Arabelët, zogjit, as nuk mbjellin, as korrin, por ati juaj kujdeset për të gjitha ato. Por ju kërkoni para se të gjithash. Le të bëhet vullneti yt, thot lutja aty, le të vjen mbretëria jote si në qiell ashtu edhe në tokë. Le të vjen mbretëria jote, le të bëhet vullneti yt, sepse mjerisht në këtë tokë nuk është vullneti i Zotit me të gjitha këto çështje që ndodhen. Dëshirojmë që Biblia të ngritet. Jemi pothuajse të sigurt që 90% shqiptarëve kudo që janë i kanë Biblat në shtëpia të veta, di që i keni, por sa kohë i kushtojmë, sa lexojmë vërtet. Andaj ju lutem, asgjë nuk mund të zaventësoj leximin e Biblës. Përshëndetje i nderuar zotri Agron Mehmeti, mirë se erdhët dhe mirë se po dëgjohemi këtu. Andaj Biblia sola scriptura. Biblia thot, lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që zbatojnë ato se çfarë janë të shkruar aty, sepse koha është afër. Jezusi ka thonë, hulumtoni shkrimet, ato janë që dëshmojnë për mua, nëse doni të më njihni, kush jam unë, kush është krijuesi juaj, ai që ka dhënë jetën dhe ai që ka dhënë gjakun. Pra, ky është Mesia jon i vajosur. Zot i të gjitha kombeve kombësive, të gjitha planeteve, çdo ngjyre dhe çdo individi, çdo qenie njerëzore. Thot e janë i të kune, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi veten, është vargu këtu. Pra, merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga une, sepse une jam zemër butë dhe i përulur nga zemra. Ju do të gjeni preje për shpirtat tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe barra ime është re. Kush të dashur ton i ka thonë këto fjalë ndonjëherë në historinë e njerëzimit? Askush. As që do t'i thot, sa është bota botë, sa ekziston ky planet dhe kjo jetë. Maranata vllau, keni Keret Bisaku, Maranata, Jezusi po vjen, Zoti po vjen, amen. Andaj, tani Perëndia i paqes do të dërmoj së shpejti Satanin në këmbët tuaja, hiri i Zotit Jezus qoftë me ju. Të Romakët 16:20. Ky është armiku gjarpëri i vjetës, Satana, shejtani, djalli që ekziston. Nuk është që është armiku, është pa ditë si vëllezër që na pa ditë e natë. Dhe na dëshiron të na dëshpëroj vazhdimisht, të na sulmon shpesh edhe përmes njerëzve tjerë, madje edhe më të dashurve tonë. Por
Krijuesi Mesia ka shkel kokën këtij. Kjo është e madhe dhe shumë e bukur. Ja, ky është armiku pra i cili është i shkelur dhe din që ka pak kohë. Andaj përpiqet të bëj çka ka mundësi sa ma tepër njerëz të mashtroj, të mban në errësirë, të mban në mosdije, duke mos ju drejtu krijuesit të vet, Mesisë vajosu, dhe mos e kërku e pranu ato për Zotin shpëtimtar. Të fokusohemi pra tek Jezusi, syt ton, jo te ne themi, ua, si ta bëjmë, si ta zgjedhim këtë kam problem me këtë, me atë, me djalin, me vajzen, me punëdhënësin, me shefin, me atë pronarin e shtëpisë apo lokalit banesës, nuk e di, me shëndet, më dhem këtu apo ajo, do me thënë vazhdimisht ato e të gjitha shumë normale në planetin ku ne jetojmë. Ne duhet të fokusohemi te krijuesi jon, duke shiku fuqinë, bukurinë, mirësinë e tij. Problemet fillojnë të zbehen dhe pastaj i shohim me sy të tjerë dhe shohim që nuk janë ashtu siç e menduam më herët. Dhe Psalmi 23, Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Është një psalm i bukur që e folim edhe këto ditë, apo jo, vllau Keni. Dhe kuptova që është njëri prej psalmeve favor të yti, bariu i mirë. Dhe vetëm në këto 6 vargje ka aq shumë thellësi që madje po thuaj se i tëra një jetë njerëzore dhe që mund të përshkruhen. Bariu i mirë dhe asgjë nuk do të më mungoj. Pse? Bariu më çon në kullota me barë të njom. Bariu më drejton pran ujrave që të çlodhin, ujë i freskët, i bukur, relaksues, ashtu që të ngop dhe mbush trupin me oksigjen. Ai më përtrin shpirtin dhe më çon në përshtigjet e drejtësisë nga dashuria që ka për emrin e tij. Për shkak emrit të tij, për shkak mirësisë së Zotit, jo meritave tona, se ne të gjithë jemi mëkatar dhe të gjithë jemi të gabueshëm. Asnjëri prej nesh nuk është pa gabim. Dhe pa gabim dhe asnjëri nuk do ta meritoj jetën e përjetshme për shkak meritave të njeriut. Asnjë mos të mashtrohet dikush, jo ju lutem. Por për shkak emrit të tij Zoti do na jep jetën e përjetshme dhurat. Kurse vargu 4 thot, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes. Kjo jetë, kjo tokë saktësisht është lugina e hijes së vdekjes. Jemi dëshmitar që ato janë duke ndodhur çdo herë vazhdimisht, edhe më tepër në forma të ndryshme. Nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Dhe siguria e psalmisit David, e mbretit i cili ishte 40 vjet në Izrael, i cili mbretroi, ti shtron para me tryezën në pranit të armiqve të mi, ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet, bëlloku yt që e kam nga ti o Zot. Nuk jam i urritur, sepse tryezën, madje para atyre që më përndjekin dhe nuk më duan dhe më duan të keqen. Dhe vargu i 6 thot, me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në të gjitha ditët e jetës dhe une do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Një siguri dhe një garancion që nuk mund ta jep askush përveç besimi i cili është siguria e gjërave që nuk shihen dhe dëshmimi i gjërave që shpresohen. Gjakov e dashur, Gjakov moj lule gjaku, ti je mollë e bajrakut, thot kënga vjetër. Ju mirëpresim me 20 të ejten, të premten dhe të shtunen tani këtë javë, e cila faktikisht sipas Biblës dhe ka fillu, tani nesër dita dile, dita pare javës, në parkun e qytetit në sheshin Skënderbeu, mirë se vini dhe mirë se takohemi së bashku aty, ju lutem ejani, do kemi tema të ndryshme. Nuk e di se cilat janë ato që juve ju interesojnë më shumë ti, Kreshnik Tabaku, përshëndetje i nderuar i vlla. Kemi ndonjë pyetje, Bibla trajton pothuajse të gjitha pyetjet e jetës,
cila është nevoja ynë më e madhe, pse vuajmë dhe psojmë, prej nga e keqja. Kush është vërtet Jezusi, biri i Zotit apo vetë Zoti? A është fundi afër, këtë do e trajtojmë tani në këtë ungjillizim që do e kemi këtë javë. Surpriza e madhe e zbulesës, çfarë ndodh pas vdekjes? Një enigmë e madhe e cila është parashtruar dhe parashtrohet pothuajse ku shkon shpirti? Çfarë ndodh me te? A din të vdekurit diçka? A duhet lut, a flasin ata me njerëz të gjallë? A duhet ju lut atyre duhet drejtu apo çfarë thot Bibla? Ju lutem, këtu ka shumë manipulime, shumë gjëra jo të sakta që njerëzit nuk i kanë kuptuar si duhet, i kanë madje edhe shumë lider fetar gjithashtu i kanë keq interpretuar dhe Bibla e jep përgjigjen e saktë, ku shkon shpirti, çka ndodh me njeriu. Si të gjejmë paqen personale, na pret qielli i re, toka e re, thirrja në gjyq. A duhet çfarë si ndodh gjykimi? A duhet frigu gjyqit? Çka është gjyqi e kështu me radhë? Andaj, ju mirëpresim të dashurit ton, cilat janë pyetjet e juaja, komentet, çfarë ju kishit dashur të trajtoni, ju lutem lajmëroni dhe do të na vjen shumë mirë që të kontaktojmë. Ne nuk i dimi të gjitha përgjigjet, por Bibla i ka. Andaj e lutim Zotin që ajo të na flet dhe të na udhëzoj e të na mësoj, sepse Jezusi është Zoti i gjallë dhe ne e besojmë plotësisht atë. Pra, ja, kështu njerë të shihemi së bashku dhe lutemi. Do rri këtu sepse atje më thanë që hija bjen dhe nuk shihet shumë mirë. Lutemi bashkë. O Zoti i Madh Gjithëpërfshëm, dera lavdia takon të ja, u afrun ditët, këtë javë është ungjillizimi për cilin o Zoti na ke fol, që kemi pas në Shkup para 2 vitesh, pas dhe vitin e kalum në Prishtinë dhe tani më në fund në Gjakov. Në qytetin e traditës, në qytetin e patriotizmit, në këtë qytet të dashur, cilin ti o Zot me gjakun tënd e ki pagu, e ki ble. Andaj të lutem, ti o Zot të udhëheq, të udhëzon, ti të predikon, jo na, jo une, jo një gru atje, e thjesht një gru nga mishe e gjaku, por ti Zoti gjallë që të vjen aty në zemrat e njerëzve dhe ti të shihësh, dëgjosh, kuptosh. Folë o Zot, faleminderit për mbretërinë tënde, e cila është afër, ja ku jemi Jezus, eja në zemrat tona, në mendjet tona, ne jemi vetëm një enë e thjesht, përgatiti zemrat e njerëzve dhe të thuaj ju ato se çfarë ti dëshiron, cili është mesazhi yt për ta, porosia dhe plani, ti o Zot zbuloja secilit prej nesh. Dorëzor në dur tua, bëne o Zot që të shkon çdo gjë mirë dhe në rregull, tjetë me të gjitha punë të organizimet, ky organizim i thjesht dhe modest, por i udhëhequr i prirë nga ti. Dorëzor në dur tua, i bekuar lavduar qoftë emri Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë për gjithmonë. Amen. 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 Faleminderit shumë. Pra mirë takohemi së shpejti. Ejtën premte shtune. Pra 3 ditë, ejtën premte shtune, ju mi presim, Zoti ju bekof, një zemër kështu shumë të madhe dhe përqafime dhe bekimet nga Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Mirëbashkë.